Prej fillimit të këtij viti, rruga rurale që lidh fshatin Tudan me kryezjarrin e njësinë administrative Trega në Elbasan vjen të jetë bllokuar si pasojë e rrëshqitjeve masive të dheut, duke izoluar dhjetra familje. Rrëshqitja ndodhur në fillim të janarit ka dëmtuar rënd aksin, ndërsa ndërhyrjet e bashkisë për hapjen e rrugës kanë dështuar për shkak të paqëndrueshmërisë së terrenit dhe rrezikut të lartë. Madje gjatë një tentative në muajin mars, një mjet i rënd u rrezikua nga shembje menjëhershme dheut. Sipas ekspertëve të shërbimit gjeologjik shqiptar, ndërhyrja nuk mund kryhet pa stabilizimin e plotë të zonës, ndërsa rekomandohet ndërtimi i një muri mbajtës dhe punime që pritet të realizohen gjatë verës. Ndërkohë Bashkia e Elbasanit sqaron se zona nuk është e izoluar plotësisht, pasi ekzistojnë rruga alternative për lidhjen me shërbimet dhe kërkon mirëkuptimin e banorëve deri në krijimin e kushteve të sigurta për ndërhyrje. Për këtë arsye është kërkuar një vlerësim nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, i cili ka rekomanduar ndërhyrje më të thelluara që mund të realizohen vetëm gjatë verës, kur kushtet e terrenit të jenë më të favorshme.